Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Një tjetër aksident është regjistruar në aksin Lushnjë Berat. Makina përplanset me barrierat dhe përmbyset. Të plagosurit ndodhen në spital jashtë rrezikut për jetën. Një aksident rrugor ka ndodhur këtë të mërkur në rrugën kombëtare Lushnjë Berat në afërsi të fshatit Çukas. Një automjet është përplasur me barrierat anësore të rrugës dhe ka përfunduar i përmbysur në rrugë. Pasagerët me tyre 3 fëmijë kanë mbetur të lënduar dhe janë transportuar me urgjencë në spitalin e Lushnjës ku po marrin ndihmë mjekësore. Pas ambulancës në vendngjarje erdhi dhe policia e qarkullimit rrugor, e cila po disiplinon trafikun e rënduar dhe njëkohësisht po kryen veprimet e para hetimore. Të lënduarit në spitalin e Lushnjës sipas bluzave të bardha nuk kanë rrezik për jetën. Paraprakisht dyshohet se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin dhe është përplasur fillimisht me barrierën anësore e më pas ka përfunduar duke u rrotulluar disa herë dhe ka përfunduar i përmbysur në rrugë. Nisi sot aplikimi për kompensimin e TVSH-s. Përfitim 10% nga autofaturat. Fermerët lushnjar shprehen mosbesues. Nisin sot aplikimet për përfitimin e kompensimit të TVSH-s për fermerët, një skem që do të zbatohet përmes autofaturave të lëshuara nga grumbulluesit, përpunuesit ose agroturizmet e certifikuara. Fermerët lushnjarë shpesh kanë ngritur shqetësime për mosfunksionimin e plotë të skemës së kompensimit, duke theksuar se shumica e produkteve të tyre dhe rreth 70% e qumshtit shitet pa autofaturë. Ndërkohë sipas të dhënave të administratës tatimore, në total janë 113.470 fermerë të pajisur me NIP, të cilët përfshihen në këtë skem. Pas aplikimit, kompensimi të TVSH-s do të llogaritet automatikisht mbi vlerën e autofaturave të lëshuara gjatë shitjes së produkteve bujqësore. Procesi i aplikimit bëhet online përmes platformës e-filing, ku fermeri hyn në seksionin çështjere dhe zgjedh kërkesën për rimbursim të fermerëve. Në vijim aplikanti duhet të plotësojë të dhënat bankare, përfshirë numrin IBAN në rubrikën Detajet e bankës. Më pas, sistemi shfaq automatikisht autofaturat e periudhës janar-qershor, të cilat fermeri duhet të identifikojë dhe konfirmojë. Sipas procedurës, sistemi kryen automatikisht llogaritjen e shumës totale dhe të kompensimit për katës. Aplikimi kalon në statusin në proces, ndërsa përgjigjja përfundimtare merret në seksionin të dorëzuara. Në raste të veçanta, administrata tatimore mund të kërkojë edhe dokumentacion shtesë. Për të përfituar nga skema, fermeri duhet të jetë i regjistruar me NIP, pa detyrim për deklarim periodik të TVSH-s dhe me qarkullim vjetor nën kufirin ligjor për regjistrimin si tatim paguesi TVSH-s. Aktualisht kufiri është deri në 10 milion lek, mbi të cilin fermeri duhet të regjistrohet si subjekti TVSH-s. Autoritetet theksojnë se aplikimi bllokohet nëse fermeri është i regjistruar me TVSH, nuk zgjedh autofaturat e sistemit, nuk plotëson të dhënat bankare, është me status pasiv ose aplikon jashtë afatit. Qëllimi i skemës është të kompensojë TVSH-n e paguar për inputet bujqësore si plerat kimike, farat dhe fidanet, duke ulur kostot e prodhimit dhe duke nxitur formalizimin e tregut bujqësor. SPAK kishte kërkuar 1 vit e 6 muaj burg. GKK-o shpall të pafajshme kryebashkiaken e Roskovecit, Majlinda Bufi. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shpalli të pafajshme kryebashkiaken e Roskovecit, Majlinda Bufi, e cila ishte marrë pandehur nga SPAK për akuzën e përdorimit të funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Vendimi u dha nga gjyqtarja Irena Gjoka, e cila arsyetoi se gjatë gjykimit nuk u provua që Bufi të kishte kryer veprën penale për të cilën akuzohej. Çështja lidhej me zgjedhjet vendore të 14 maj 2023. Sipas SPAK, në cilësinë e kryetares së Bashkisë Roskovec, Majlinda Bufi i kishte kërkuar një qytetari të mos merrte pjesë në votime dhe të mos angazhohej në veprimtari politike të forcave të tjera, duke ushtruar presion për shkak të detyrës që mbante. Hetimi nisi pas publikimit të një audio regjistrimi në media dhe më pas u regjistrua procedimi penal. Gjatë gjithë procesit gjyqësor, Bufi u hetua dhe u gjykua në gjendje të lirë, ndërsa i ka mohuar vazhdimisht akuzat duke deklaruar se nuk kishte ushtruar presion ndaj askujt dhe se ishte pafajshme. Prokuroria e posaçme kërkoi dënimin e saj me 1 vit e 6 muaj burg. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi do të zbriste në 1 vit burg, ndërsa SPAK kërkoi pezullimin e ekzekutimit të dënimit, vendosje në shërbim prove për 2 vjet, si dhe ndalimin e ushtrimit të funksioneve publike. Megjithatë, GKK-o vlerësoi se provat e administruara gjatë shqyrtimit gjyqësor nuk ishin të mjaftueshme për të provuar fajësinë e saj dhe vendosi rrëzimin e akuzës së ngritur nga SPAK, duke shpallur Majlinda Bufin të pafajshme.
Qeveria miraton statusin e ri për parkun arkeologjik Apoloni. Plani i ri administrimi për këtë pasuri kulturore të paluajtshme. Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për deklarimin e parkut arkeologjik të Apolonis si pasuri kulturore paluajtshme, duke përcaktuar kufijt, zonifikimin dhe planin për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tij. Vendimi synon forcimin e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe përmirësimin e menaxhimit të një prej siteve më të rëndësishme arkeologjike në Shqipëri. Statusi i ri i jepet parkut në përputhje me hartën e zonifikimit dhe koordinatat në kornizën referuese gjeodezike shqiptare, të cilat janë pjesë përbërëse e këtij akti. Sipas vendimit, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor do të publikojë hartën e re në Gjeoportalin Kombëtar, ndërsa Agjencia Shtetërore e Kadastrës do të kryejë regjistrimin e vendimit sipas legjislacionit në fuqi. Për zbatimin e këtij vendimi janë ngarkuar Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Njësia e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut Arkeologjik Apolonia, si dhe Bashkia e Fierit. Parku arkeologjik i Apolonis, i themeluar në shekullin e 6 para Krishtit nga kolonët grek, është një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë arkeologjike në vend. Ai përfshin monumente të rëndësishme si Odeoni, Biblioteka, Buleuterioni, Tempulli i Artemisit dhe Manastiri i Shënmërisë, duke tërhequr çdo vit mijëra vizitor vendas dhe të huaj. Vendimi i qeverisë hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare. Rriten aksidentet rrugore, 99 viktima në 6 muajt e parë të vitit. Shpejtësia tej normave, drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit vijojnë të mbeten shkaqet kryesore të aksidenteve në rrugët e vendit. Të dhënat e 6 mujorit të parë të vitit tregojnë një situatë shqetësuese me rritje të numrit të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar 698 aksidente rrugore, ku kanë humbur jetën 99 persona. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i aksidenteve është rritur me 3%. Policia rrugore ka intensifikuar kontrollet ndaj drejtuesve që shkelin rregullat e qarkullimit. Gjatë kësaj periudhe janë arrestuar 910 drejtues mjetesh për drejtim në gjendje të dehur dhe 843 persona për drejtim automjeti pa leje drejtimi. Edhe statistikat e publikuara nga Instat për muajin maj konfirmojnë prirjen në rritje. Gjatë këtij muaji u regjistruan 133 aksidente rrugore, ndërsa 181 persona mbetën të vrarë ose të plagosur. Sipas të dhënave, në 94% të rasteve, aksidentet janë shkaktuar nga sjellja e drejtuesve të mjeteve. Më të përfshirët rezultojnë drejtuesit e grup moshës 25-34 vjeç, ndërsa e diela mbetet dita me numrin më të lartë të aksidenteve. Për të ulur numrin e ngjarjeve rrugore, Policia e Shtetit ka ndryshuar strategjinë e kontrollit. Patrullat e policisë rrugore nuk do të ndalojnë me automjetet pa një shkak të lishëm, ndërsa kontrolli në terren do të mbështetet gjithnjë më shumë te pajisjet inteligjente dhe teknologjia, të cilat do të evidentojnë në kohë reale shkeljet e qarkullimit, duke synuar ndëshkimin e autorëve dhe parandalimin e aksidenteve. Ndryshojnë kriteret e notës mesatare për pranimet në universitete. Rritet nota mesatare për programet e mësuesisë. Këshilli i Ministrave ka miratuar ndryshime në vendimin që përcakton kriterin e notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të ciklit të dytë në institucionet e arsimit të lartë. Sipas vendimit, të gjithë maturantët që aplikojnë në universitete duhet të kenë përfunduar arsimin e mesëm të lartë me notë mesatare minimale 6.5, kriter që mbetet bazë për pranimin në shumicën e programeve të studimit. Ndryshimet prekin veçanërisht programet në fushën e mësuesisë, ku vendosen kriteret më të larta. Për programet e ciklit të parë, për përgatitjen e mësuesve të gjuhëve të huaja, kërkohet notë mesatare minimale 7, ndërsa për programet që japin akses në studimet master në mësuesi, si dhe për programin që përgatit mësues për arsimin parashkollor, nota minimale pranimit do të jetë 7.5. Vendimi parashikon gjithashtu ndryshime teknike në aktin ekzistues, duke zëvendësuar shtojcat aktuale me një shtojcë të re, ku përcaktohen programet e studimit për të cilat zbatohen kriteret e veçanta të notës mesatare. Qeveria argumenton se ndryshimet synojnë rritjen e standardeve të pranimit në universitet, veçanërisht për degët që lidhen me formimin e mësuesve, me synim për mirësimin e cilësisë së arsimit në të gjitha nivelet. Për zbatimin e vendimit janë ngarkuar Ministria e Arsimit dhe Sportit, institucionet e arsimit parauniversitar dhe institucionet e arsimit të lartë. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.